Sektori për punë të mbrëmshme orë njofton si trafikimi i drogës së paligjshme ka shënuar rritje prej 5% gjatë vitit 2016 në krahasim me vitin paraprak. Përdorimi i drogës në mesin e të rinjëve në Republikën e Maqedonisë është një problem i dukshëm, i cili kërkon një qasje serioze dhe një kundërveprim të shpejtë, si profesionalistët në këtë fushë, ashtu edhe vendimmarrësit në krijimin e ndryshimeve në sistemin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Gjatë vitit 2016, policia e Kërqovës gjithsejt ka ngritur 29 akuza për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, ndërsa padi është ngritur edhe për 31 kryerës të kësaj vepre. Po ashtu, për kryerje krimi, në këtë drejtim janë ngritur 31 padi penale. Shifër kjo që është më e lartë në krahasim me vitin 2015. Ndryshe Kërqova njihet si vend tranzit për trafikimin e drogës, një pohim ky i bazuar edhe në raporte. Sipas shënimeve zyrtare, vetëm brenda vitit janë konfiskuar një shumë e konsiderueshme marijuanës në vendin ton. Edhe atë, personat të cilat janë kapur nga autoritetet vendore janë në moshën 30 vjeç. Në Kërqov janë konfiskuar edhe lloje të ndryshme të narkotikëve, duke përfshirë edhe kokainë, heroinë e të tjerë, por që marijuana e zëm vendin e parë. Trafikimi i drogave vjen nëpërmjet Shqipërisë, duke pasur parasysh se disa herë kemi pasur raporte se në kufirin Shqipëri-Maqedoni janë kapur disa herë sasi të mëdha të drogës. Në këtë kontekst, Kërqova është si vend tranzit, pasi që importi i tyre kalon këtu. Dhe kjo ka shndruar vendin edhe në një bazë të shfrytëzimit të tyre, dhe numri i përdoruesve të drogave thuhet se nga kjo ka shënuar rritje të lehtë ndër vite. Të dhënat e fundit në nivel shtetëror janë të vitit 2012. Ato të dhëna tregojnë se atëherë kemi pasur 1146 të intervistuar, 8.7% përdorin marijuanën, 3.75% janë përdorues të ekstazës, 2.18% thithin drogë, ndërsa 0.6% e përdoruesve kishin provuar heroinën. Për fat të keq, për arsye të mungesës së një sistemi për monitorimin e kësaj situate, ne nuk mund të bëjmë një krahasim, por ajo që tregon përvoja jonë të rësi është se jemi në situatë shqetësuese. Numri i përdoruesve të drogës është në rritje dhe kufiri i moshës së përdoruesve është në rënje. Sidoqoftë, sot në botë llogariten rreth 200 milion njerëz që përdorin për herë të parë droga. Sipas statistikave në botë, trendi i përdorimit të drogave, sidomos të shkollarëve, është në rritje sipër që nuk përjashtohet as në Maqedoni një fenomen i këtillë.